Fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç takon madhërisë së tij. Dërgojmë salatë dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e fundit. Dhe së dashur, Allah subhanahu wa taala në shumë forma neve na mëson një adhurim që ne sa herimi dhe përballemi. Është çështja e adhurimit të përmendjes së Zotit. Në shumë forma muslimoni përmend Allahun. E përmend me ezan, e përmend me namaz, e përmend me istighfar, e përmend me lexim të Kuranit. Në shumë forma Allah subhanahu wa taala na mëson që besimtari duhet me përmend Zotin, duhet me bëu dhikr Allahun subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që besuat, bëni Allahun shumë dhikr, përmendni Allahun shumë. Pra këtë e shohim që cilësia e besimtarëve të mirë është që me përmendë Allahun shumë. Allahu në një ajet tjetër thot: Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kur i përmend besimtarët e mirë, thot Allahu, ata e përmendin Allahun kur janë në kam, kur janë ulët, edhe kur janë të shtrirë. Muslimanët e mirë sa herë e përmendin Allahun në vazhdimsi. Saqë të përmendin një hadith, thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun fi kulli ahyani. Në çdo gjendje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun subhanahu wa taala. Nëse dashur, desha me përmendë këtë hutbe disa dobi, disa vlera që i ka përmendja e Zotit. Ai që përmend Allahun shumë, çdo të ato dobit, më thonë që ne ti kemi parasysh edhe ta përmendni Allahun shumë në jetën tonë. Para se me folë rreth dobive, desha me përmend një mesele, dietarët thonë dhikri, përmendja e Zotit është dy formë. Një formë që ka të bëjë me një kohë caktuar, me një vend caktuar, me një gjendje caktuar. Sikur për shembull, dhikri në një kohë caktuar, dhikri kur çohemi prej xhumit, dhikri kur flemi, dhikri kur him në xhami, dhikri pas ezanit, e ka vaktin e vet. Po është një dhikr tjetër që disa gjendje, kur smuhesh, çka thot muslimon, kur i vdes dikush, çka thot. Më thonë, dhikri është i veçantë në një kohë të caktuar, por kemi një dhikr që s'ka kohë caktuar. Sikur është dhikri kur hec rrugës, kur pret diku në spital, është mirë ta mbushish jetën tënde me dhikr. Sikur shembull presmin samafora, shezoj kohën, bën dhikr, përmend Allahun se përmendja e Zotit është, më thonë, ka shumë vlera të mëdha. Në këtë hutbë inshallah me e Zotit do të përmend disa vlera që i ka përmendja e Allahut. Atë sa më shumë përmend Zotin, bile dietar kanë thonë namaz që ka më shumë dhikr është më i mirë se namaz tjetër që s'ka dhikr vetëm pak. Një hax, një zeqat, çdo punë e mirë që ka dhikr shumë në ta, ajo vepër është më me vlerë të Zotit. Kurse nëse në ibadet ka pak dhikr, pak përmendje të Zotit, ajo ka vlerën më të ulët. Pra dhe se dashur, çështja e dhikrit është një çështje shumë madhore në Islam. Vlera e parë, dobia e parë që është më madhorja, ai që përmend Zot, ai që përmend Allahun, Allahu atë e përmend. Allah thot Kur'an: "Fadhkuruni adhkurkum." Më përmendni mua, unë që përmendi juve. Përmendë çfarë vlerë e madhe me të përmend Allahu subhanahu wa taala në momentin që ti e përmend Zotin. Edhe kjo është ajo vlera më e madhe, thon dietarët, që e ka përmendja e Zotit subhanahu wa taala. Ka vlera e parë, ne nëse përmendim Allahun, Allahu neve na përmend. Vlera e dytë, nëse dashur, dietarët kanë thonë me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat, gjejnë lumturi zemrat. Nga sa Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Keni kujdes, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. A do me të qetësu zemra, me gjetë prehje, me gjetë kratësi, është në dhikr. Asa më shumë përmend Zotin, zemra jote është më e qetë, më e lumtur. Ka si vetë dashur ta mësoj muslimoni veten e vet, në vazhdimsi ta përmendë Allahun subhanahu wa taala. Kjo është vlera e dytë e përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Vlera e tjetër, me rënë dietat të përmendën një jetë që e përmend Zotin, ajo zemër gjallërohet.
Kurse në zemër që nuk përmend Allahun, e haron përmendjen e Zotit, ajo zemër është e vdekur. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru, mathalu al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij si dhe e përmend Zotin dhe atij të tjetër që nuk e përmend Allahun, është sikur shembulli të gjallit me të vdekurit. Para më dëmë nëse po bën krahasime mes të gjallit dhe të vdekurit. Ai që përmend Allahun është i gjallë, ndërsa ai që nuk e përmend Zotin subhanallahu teala është i vdekur. Pra, gjallëria e zemrave tona, në herë shpesh ndodh që ne nuk e shijojmë ibadetin, nuk e shijojmë leximin e Kuranit, nuk e shijojmë punët e mira, nga se zemrat shumë pak e përmendin Zotin. Dhikri është përgatitje për namaz, është përgatitje për haxh, është përgatitje për zeqat, është përgatitje për çdo adhurim tjetër. Se Allah subhanahu ala bi dhikrillah tatma'inul qulub. Qase këtu qetësohet zemra dhe përgatitet për adhurim. E një zemër që nuk përmend Zotin, ai nuk është e përgatitur për ibadet. Asi dhe së dashur dhikri, pra është çështja më madhore për një besimtar të mirë. Vazhdojmë me radhë, dietar kanë thënë në dhikri, përmendja e Zotit është bereqet. Thot Allah në Kur'an, "La in shakartum la azidannakum." Nëse jeni falëndërues, do të vazhdoj bereqetin. Këtë kuptimi, dietarët kanë nxjerrë mësimin dhikri janë bereqet. Nëse famdon Allahun për pasurinë që e ke, e bën dhikr, shtohet pasuria. Në çdo vend ku ka atë dhikr, shtohet bereqeti. Pra një ndër vlerat, një ndër dobitë e dhikrit është që shtohet bereqeti i jetës tënde nëse në vazhdimsi e përmend Allahun subhanahu wa taala. Vlera tjetër me radhë dhe dobia që është e dhikrit është çështja aty ku përmendet Zoti, aty më vonë largohen shejtanët. Shpesh në shtëpitë tona nuk kemi rahati, nuk kemi qetësi, edhe pse kemi shtëpi të mëdha, nuk po knaqemi në shtëpitë tona. Pse kjo ndodh vëllezër të dashur? Nga se persona kam mësuar në disa hadithe, nëse muslimani hen shtëpinë e vet dhe s'ka thonë bismillah, me ta ka hi bashkë shejtani. Nëse ku ka hangër ushqim, s'ka thonë bismillah, bashkë me ta ha ushqim edhe shejtani. Por nëse ndodhe kundërta, ka në hadithe, nëse hej muslimani në shtëpinë e vet dhe thot bismillah, e le shejtanin jashtë. Nëse thot bismillah, e le shejtanin unët. Dhe i thot shejtanëve tjerë, sot metëm jashtë. S'kena ku bujna sonte, s'kena çka hajna sonte. Pejgamberi sa po na mëson këtë dhe thot, dhikri ka çështë vlerë. Domthon shejtani largohet nga jeta jote, nga shtëpia jote, kur përmend Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një ndër dobitë mëdha për një musliman që mos ta harrojë dhikrin. Mos e neglizho veten, po përmend Allahun subhanahu wa taala shumë gjatë ditës. Gjithashtu prej vlerave që i ka dhikri e gjashta me radhë, është falje të gjunave. Ai që përmend Allahun, Allahu ja fal gjuna dhe jep shpërblime të mëdha në ahiret. Allah kur përmend Kur'an është një ajet i gjatë, innal muslimina wal muslimat, fillon një ajet i gjatë, Allah i thot në fund, wadh-dhakirin Allaha kathiran wadh-dhakirat, Allah në përmendin shumë, ato burra, wadh-dhakirat, ato gra përmendin Allahun shumë, çka për këto Zot, adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah për këta njerëz ka përgatitur falje edhe çka shpërblime të mëdha. Njëri prej tyre është ai që përmend Allahun shumë. Pra këtë kuptojmë një ndër vlerat, një ndër dobitë e përmendjes së Allahut është Allah me të fal gjunahat. Ku këtë ne kemi nevojë, Zoti më na fal, Allah subhanahu wa taala më fal gjunahat tona. Dhe gjithashtu është shpërblime të mëdha, po thotë Allahu në Kur'an. Ai që përmend Zotin ka shpërblime të mëdha. Vazhdon vlera tjetër, ka thonë dietarët, një që përmend Allahun shumë, vlera e radhës është që është mburoje prej cilësive të nifakut. Munafikat të Allahun Kur'an e përmendin Allahun pak. Kurse besimtarët e mirë, Allahun e përmendin shumë, thotë Allahun Kur'an, "Wala yadhkuruna Allaha illa qalila." Kur i përmend Allahu munafikat në Kur'an, thotë ata ngrihen për namaz me përtaci. Kur ata Zotin e përmendin vetëm se pak. Edhe ata përmendin Zotin, por e përmendin pak. E ulemat kanë thonë, një që përmend Allahun shumë, e ka mbrojt veten e vet nga cilësitë e munafikave. Qase munafikat Allahun vetëm pak e përmendin, nuk e përmendin shumë Allahun subhanallahu. Këtë arsye për dera të mëdha që ka dhikri, të mbron nga munafiklloku. Të harron imanin tan, të bën të sinqert me Zotin.
Nga se vëllezër të dashur, dhikri di pse ka vlerën e madhe. Se një njeri që përmend Allahun shumë, kjo tregon që ai ka në zemër Zotin. Ai po njerëzit kanë në zemër pasurinë, hiç pa ndonjë përmendje. Ai ka dikush tjetër një vajzë, sa herë përmend. Pse e përmend shpesh? Se ka zonë vend në zemër. Edhe dhikri Allahu kur zën vend në zemrat tona normal që shumë do ta përmendni. Nëse pak e përmendni, kjo tregon që nuk ka zonë Zoti s'mata në zemrat tona, nuk ka vend. Këtë arsye dhe të dashur, dhikri është i veçantë nga se zemra lidhet me Zotin. Edhe aty sa i shkon mendja me thoni dhikr, sa i shkon mendja me bëni punë të mirë, sa i shkon mendja nga se ka zemër të lidhur. E këtu që ndonë urtësia pse dhikri ka këtë vlerë. Dashur për vlerën që ka dhikri dhe të dashur, shpëton njeriu në dunjën e ahiret. Kush e përmend Allahun shumë, është shkak me shpëtuar në dunjën e ahiret. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." Përmendni Allahun shumë nëse doni të shpëtoni. Allah e ka lidh shpëtimin ton me përmendjen e Allahut të shumt. Jo pak, po shumë përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra është kjo një ndër vlerat që i ka dhikri në Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, vlera tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur dhikrin që është puna më e mirë. Afdalul a'mal. Pejgamberi sa thotë me një hadith që e ka krahasuar me shumë punë mëdha dhikrin dhe ka thonë kjo është më e mira. Është një hadith të saktë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum?" I ka pyetur sahabët. Ju ka thonë, "A t'ju tregoj po një punë që është më e mira prej punëve?" Edhe vazhdon hadithi: "Wa arfa'iha inda darajatikum." Dhe që të mbit më shumëti në xhenet. Të ngrit më së shumëti në xhenet. A t'ju tregoj? Vazhdon hadithi: "Wa azkaha inda malikikum." Dhe vepra më e pastër, më me vetë tek Allahu. Edhe ka thënë hadith, ka thënë selam: "Wa khairul lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal-warq." Edhe më mirë se sa të jepni ari dhe argjend sadaka, më mirë se kjo t'ju tregoj çka ka. Vazhdon hadithi, ka thënë: "Wa yadribuna anakum." Edhe t'ju tregoj një zot një sen tjetër që është më mirë se sa me luftue, me emshu qafirit, me luftu me qafirit, dhe është më mirë se këtë kjo, t'ju tregoj një gjë. Sahabët i thanë: "Ja Rasulullah, bela, na tregoj çka kanë ajo, më e mirë se këtë kjo." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Dhikrullahi azza wa jall." Më e mirë se këtë kjo është përmendja e Zotit. Prandaj kjo është një hadith shumë madhështor. Pejgamberi sa ka thënë dhikrin mbi këtë ta veprat e mëdha. Dashuri dhe së dashur muslimani i mirë sa herë e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe në fund prej vlerave dhe dobive që i ka dhikri, ka thonë është me një hadith që është puna më e dashur te Allahu. Më e dashur vepër, më e dashur te Allahu është përmendja e Zotit. Tregon Muadhi radhiyallahu anhu, thotë pita pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i thash: "Ja Rasulullah, cila punë më e dashur te Zoti?" Shikoni sahabët çka ka interesuar. I ka interesuar me bëni punë që e fiton razinë e Zotit, e fiton dashninë e Allahut. Pejgamberi çka i tha? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Anta muta wa lisanuka ratbun min dhikrillah." Tha puna më e dashur Allah është ti të vdesësh dhe gjua jote të jetë e lagur duke bërë dhikr. Të vdesësh dhe gjua e jote të jetë e lagur duke bërë dhikr. Pa dhe kjo është një vlerë e veçantë për dhikrin. Më në fund desha në përmeni çështje që ka të boje, dukesh mund me thonë hoç, e kuptum vlerën e dhikrit, si mi abo, si të bon prej atyre që me përmeni Allah, shumë dietarë ka përmeni disa pika është bimi përmendën, si të bon prej atyre që përmeni Allah shumë. E para prej tyre është ti meditojmë vlera që i ka dhikri. Që kjo hudme e ka që këtë kuptim, dhe disami për vlerën që e ka dhikri. Nëse ne shpesh në dëgjemi për vlerën e dhikrit, inshallah me rinë e Zotit do t'jemi prej atyre që do t'a përmendni Allahun shumë. E dyta gjë që na ndihmon neve me qenë më shumë me bo dhikr është sabri. E kuptove vlerën e dhikrit, ban sabër, ushtroje veten, trajnoje veten, ulu me eja pak më herë në xhami, merri një parë tesbih, bën dhikr, përmend Allahun. Në këtë formë do të mëson veten, e ushtron veten në adhurim dhe në këtë adhurim të madh që është dhikri përmendja e Zotit subhanahu wa taala. Kjo është e dyta. E treta vëllezër të dashur, për gjëra që na ndihmon me bëu shumë Allahun dhikr është ta kuptojmë dhikrin. Çka i bie subhanallah, çka i bie Allahu akbar. Nëse ne ndalemi te kuptimet e dhikrit, kjo neve do ta ndihmojë që ne më shumë ta përmendim Zotin.
Nuk do të thënë thjesht vetëm fjalë që thuhet, por me kuptim. Normal nëse kuptojmë një gjë është më e madhe, do të kesh më shumë vullnet që me bëu atë vepër. Dietar kanë thonë, këtu desha me një detaj shumë rëndësi, thonë dietar dhikri janë 3 lloje. Dhikri që bëhet me zemër dhe me gjuhë. Kjo është grada më e lartë. Duke thosë subhanallah, edhe e di kuptimin, edhe me gjuhë edhe me zemër. Dhikri më i poshtë, ka thonë dietar, është dhikri që bëhet vetëm me zemër. Mediton rreth madhrisë së Allahut, mediton rreth varrit, rreth ahiretit, rreth punëve të mira. Kjo është dhikri i zemrës. Ndërsa më e ulta është dhikri vetëm i gjuhës. Gjuha thot subhanallah, po zemra nuk ka aty pari. Edhe kjo ka vlerë. Edhe këtë mos ana shkaloni. Edhe po këtë mos shpërbleheni. Nuk është patjetër sa herë me pas zemrën prezant gjatë dhikrit. Domthon përmendim sa e gjuhën tonë me thon subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Qase edhe aty ka probleme, po normal nëse ja shoqëron edhe zemrën, ai dhikri është edhe më i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe më në fund të së dashur, pe gjëra më shumë që na ndihmon neve me përmend Allahun është çështja duaja. Luta Allahun me ta mundsu të bëj shumë dhikr. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë i kishte thonë Muadhit radhiyallahu anhu, ja Muadh, inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Pasha Zotin Muadh, unë të dua. I kishte thonë pasam 2 herë. Edhe ja kishte thonë pasam Muadh, i ka thonë usika ya Muadh, la tad'anna dubur kulli salah. O Muadh, i ka thonë, po të këshilloj. Merresh të porosi nga unë. Pas çdo namazit mos e le të ketë lutje. Është një lutje shumë madhore. E këshilloj veten dhe juve sa herë praktikoni. Pas çdo namazit thoni këtë dua. E keni edhe të mburoja muslimanit, duaja që thuhet pas namazit. Çka ka thënë pasam Muadhit, i ka thonë Muadh thuaj, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Zot, ma lehtëson mua të përmendi. Ma lehtëson o Zot, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika, do të falenderoj ti o Zot, ma lehtëson mua. Wa husni ibadatik, do të bëj sa më mirë ibadet. Shikoni mëson jam se Muadhit këtë lutje. Kjo lutje nuk ka vetëm për Muadhin, por është edhe për umetin e Muadhit, është për umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra mësoni këtë lutje dhe lutni Allahun shumë o Zot. Ma mëso të përmendni shumë. Merreni zonë nëse Allah të pranon këtë lutje, do të jesh sa herë prej atyre që përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë. Më në fund të lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah na mëson gjithë neve të kemi gjuhët tona të lagura duke përmend Zotin subhanahu wa taala. Nga se kjo është cilësia e besimtarëve të mirë. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Dhe së dashur, sot ditë xumaje është ditë e veçantë për muslimanin. Muslimani këtë ditë e veçantë me salate dhe selame dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dhe të dashur pata një informim, në këshilli i xhamisë sot e ka radhën me mbledh për nevojat e xhamisë. Unë sa herë ka shkoj, ju tham Allah va ka mundsue edhe me fal namazin, edhe me dhon për Allah. Kjo dhunti e Zotash. Me një udhtim, me një ibadet Allah me ti mundsu disa ibadete. Atë përmend Zotin, atë falesh, atë edhe jep sadaka. Qasi i kanë dhunti e Zotit, shfryzoni këta begati. Nga se prej dëshirave që i kanë njerëzit kur vdesin, thonë, o Zot na kthen në dunjë, tapni sadaka. Prej dëshirave që i kanë njerëzit që vdesin, Allah ka përmend në Kur'an dhe thonë, o Zot na kthen në dunjë, tapni sadaka. Kështu na ka mundësia gjithë neve me shfryzue, me dhon diçka, atë sa kije. Nuk kërkohet nga ti me dhon më shumë sa ki, por jep atë që e ki. Nga se Zoti e di gjendjen tonë reale, se na jemi të gatshëm me dhon. Po që më dhon shpenzoj momentin me dhon nga se na thotë në një hadith, ittaqun nar walau bi shiqqi tamr, shpëtoni veten juve prej zamit të xhemis, sigurisht edhe me gjysmë hurme. Edhe kaq mund me kon sebeb me koni shpëtuar prej zamit të xhehenemit, që është një sonë e mirë. Sa herë që mbledhen për xhamia, mos e privo veten nga sadakaja. Pak ose shumë. Allah na mëson gjithë neve të jemi prej atyre. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون